Unë kom qenë smut me kancer të gjakut edhe kom thirë personin që më ka shëru. Edhe automatikisht e ki një muhabet për mu që më ka ndodhë. Edhe e thiri kolegën teme të cilën e kom kry aktrimin, e konë në aktrim, unë e më konë në regji, kina kry bashkë shkollën edhe i thëmë, e mon men, kur s'na konë kërkushe. Sa ishte vështirë për shembull me bo një podcast me doktorin tëndë? Së është e vështirë, për arsye se po flasë për vetën. Nëse unë nisi muhabetin me folë për vetën teme dhe pe gjbaj vetë vetën teme, a i doktori vish ka me thonë, atë maj men Arlin valla kur pa të ardhë, u je kone smuti për shumë, kësë kom besu që i kime pështu 20% e punës u konë e jonë, 80% u konë e jotja dhe fillon, unë e pes, e qështë do të mu do kësha i njeri që është i smutë, se minzi që e kom gjithë smundje, unë për me ditë që jam smutë prej leukimis, që mas pare se din kërkush qka është hematologjia, so është vetë se kom ditë, dërisa kom marrë vesh që është vetë, unë vetë vetën e qesë në një pozitë të padishme në aspektin për me marrë njerëzit të cilët ata kur s'kanë qenë. Po ata kur s'kanë qenë podcast në televizion. Edhe që aty është qajo që ti dush me bo podcastin. Se nëse unë e flasë për Albana Osmanin, e cila e ka kry 100.000 emisiona, e me thirin ato në emisiona, ajo normal veç i ka me full shlerëshëm. Qa që svoja ka kojtë mundën me këto sana. Por jo të gjithë janë të hapur me i tregu për vojat e tyne. Pamarësisht nëse je një 20 vite. Flasin, edhe njerëzit e thjesht flasin. Unë kam pas shumë njerëz thjesht, edhe unë kam pas doktor, edhe unë kam pas persona të familjes, gjithsesi flasin njerëz të hapur, nuk besoj që ka të bëj status, unë thash, nuk ka hierarki. Se cili flet. Vetëm a je ti në gjendje, me a bo një pyetje edhe me bo me undi rahat atë person me folë. Edhe kote e fund të audienca, nuk është u dash vetëm VIP-t me i shiku. Absolutisht. Shumisa dojnë me ditë zgjidhjet, tregimet, për shambull, unë që 3 muj kom fillu me tregu për vitet 90-ta, 80-ta, edhe kom pash aty. A të ka përsy? Po, ka përsy. Shta shpedi ku shi, apo kuptan se që e kom pa. Që e shikua si dosh. Që që ka qenë një tregim. Ka përsy shajsan, se unë jam në qato vite gati edhe i kom. Po, vitet 90. Unë nuk jam as person i famshëm, as nuk jam historiane, as nuk kom studiu regji dhe pëse shumë kom pas shef, po e thjesht i kom marë disa aftësit mija edhe i kom kriju kom marrë gudzem as pare, për mu gjiku, për mu sha, për mu fy, për mu kërsnu, kofte edhe aty. Puna edhe kom shku, e kom pa që shumica komenteve kanë qenë super pozitive, për krase, që masande e pa që qatë shumë ka pas interesim, sa që nëse e kish thonë dikush i famshëm, ma shumë i kish interesu hala ma shumë për storin e 90-ave, se sa aji që ka, aji ku shashtu se që ka pëdijone. Në më te kema të i vu mu kona aji në është ta nesër menon që me bëdhë në një emision. Edhe ajo. Po nuk duan gjithmonë me figura publike, unë shumicën i kam që s'jam figura publike. Po si do qoftë, aji s'ka me pas ko, ose s'ka me pas në shta incentiv, se këto tema nuk bin pare. Që që une, jom të e bërë që 2-3 muaj edhe po e shë që nuk është që mund është me monetizu, ose mund është me pavarsu, edhe dalime që falet ma herët mes gazetarëve, në mediume edhe podcast,